Ta përfaqësojnë këta lloj kriminalizmi. Zonja Musliu, pastaj zoti Gjini me ty, gjithë do ta keni minutin e juaj. Faleminderit shumë, një deputete e cila ka votë 3 orë më arë sot prej Gjilanit Prishtinë, e nuk mundet me thonë asnjë fjalë, nuk mundet me thonë asnjë fjalë. Zonja Kryezi, nuk mundet me thonë asnjë fjalë. Nuk mundet me thonë asnjë fjalë pse se ka shtru autostradën Prishtinë-Gjilan, kjo nuk e meriton as me ka përfaqësuese e popullit, as me ka deputete e popullit, sepse kjo nuk është deputete e popullit. Kjo është deputete dhe është për me i përfaqësu ata qytetarë Gjilanit që ja kanë dhënë besimin. Por ata duhet me pa saktë se kush i përfaqëson. Një deputete padejnë, një deputete marionet, e cila udhëzohet me telefon se çka me fol edhe këtu edhe në kuvende para. Ndërsa sa i përket kryeministrave, ndina i jashtëzakonisht krenare që kam jetu në rend parë në epokën e Hashim Thaqit, i cili e ka pru lirin këtë vend. Në epokën e Hashim Thaqit që ka shpall pavarësinë këtë vend. Në epokën e Hashim Thaqit që ka shtru qindra kilometra rrugë, ka ndërtu shkolla, ka rrit paga, ka ngrit mirëqenien, ka kriju institucionet dhe sot me ndere krenari po e mbron betejën e fundit në Hak për luftën e Kosovës. Faleminderit shumë, Xhani. Jo, veç e kisha nis, kanë